Jam me drejtorin Isa Abdullahi nga Spitali Psikiatrik Bardovë. Pasi kemi bërë një cikël të pjesëve të emisionit për të parë realisht ndikimin e drogës dhe alkoolit në shëndetin tuaj dhe përfundimin këtu në Spitalin Psikiatrik Bardovës, sot jam në një intervistë me drejtorin. Shifrat nga viti i kaluar deri tani në muajt e parë duket që tregojnë alarm realisht për situatën e personave të cilat janë të alkoolizuar dhe të droguar. Realisht po, do të kisha thënë edhe fatkeqësisht, por shifrat e tregojnë bashkë atë. Vetëm gjatë vitit 2025, pra në këtë repart për trajtimin e varfshmërive të alkoolit dhe drogës janë trajtuar diku 114 persona, ndërsa vetëm tash 2 muajt e parë të vitit 2026 kemi mbi 20 persona që trajtohen në bazë auditore. Dhe këto janë shifra alarmante që tregojnë se duhet sensibilizohet shoqëria jonë dhe të kërkohet ndihmë. Edhe pse ky repart, drejtor, duket që repart i cili i ngjan një spitalit të moderuar, por gjithsesi situata brenda është një makt i vërtet për ata të cilët e jetojnë, jo për kushtet në të cilat janë kushtet ishin të mira, apo ata ferrin që jetojnë brenda. Fatmirësisht ky është njëri nga repartet i cili është ndërtuar dhe është lëshuar në përdorim në vitin 2023 dhe është në kushte të mira, realisht edhe mirëmbahet mirë. Këtu do të kisha cek edhe një donacion që ishte muajin e kaluar nga një grup qytetarësh të cilët deshin të mbesin anonim dhe ai donacion u përdor edhe në këtë repart dhe ka përmirësuar ndjeshëm kushtet këtu. Nga ana tjetër ai ferri ato që e përjetojnë pacientat, ajo është një pjesë tjetër që mandej edhe doktorisha do ta shpjegon atë pjesën mjekësore se si ajo ndikon tek pacientët. Po gjithsesi të gjithë prindërve të cilët hapin telefonin dhe zakonisht më pyesin privat se fëmia im kam kuptuar që merret me drogë, ku mund të drejtohem, ata mund të drejtohen deri te Spitali Psikiatrik Bardovës edhe të vinë këtu për një kontroll. Po, pra në SOAZ të Spitalit Psikiatrik funksionon ky repart, pra reparti për trajtimin, diagnostifikimin e varfshmërive nga alkooli dhe drogës. Pra funksionon ka në dispozicion 28 shtrejtër për momentin dhe funksionon me një ekip profesionalizuar, pra përbëhet nga një mjek psikiatër, kemi psikolog, punëtor social dhe infermierët që çdo ditë punojnë me përkushtim të plot në trajtimin dhe rehabilitimin e këtyre pacientëve. Atëherë drejtor, një mesazh për të gjithë ata të cilët janë provë të parë të drogave, alkooli, cila do të ishte përgjegjësia juaj? Dua të kisha theksuar qartë një mesazh për gjithë qytetarët. Pra varësia nga alkooli dhe nga droga është sëmundje si gjitha sëmundjet tjera dhe si gjitha sëmundjet tjera edhe trajtohet. Siguroj gjithë qytetarët tonë se sa do të jem si drejtori i spitalit psikiatrik, dyert e spitalit tonë do të jenë të hapura për gjithë ata që do të kërkojnë ndihmë profesionale. Sa më herët që të drejtohen tek ne që të kërkojnë ndihmë, aq edhe më i suksesshëm është trajtimi mandej. Mirë, kemi sigurisht në ditët e para, në shenjat e para, i ftojmë të gjithë ata të cilët janë në këtë fazë të vinë deri tek ju. Drejtori përndryshe është personi i cili jep ndihmën e tij edhe me të gjithë pacientët deri në maksimum nga eksperienca deri tani që i kemi pasur dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm që e kemi. Faleminderit drejtor.